flasin. Ne nuk e dim a ka pas edhe a ka kapacitet Irani që të sulmon bazillin tonë. A mund të ketë rreze të tilla? Unë nuk e besoj, po nuk kam informacion, nuk e di sakt. Pra as për Irani nuk e dim sakt as ne ushtarak se çfarë ka, sepse sekretet ushtarake të armëve si cila ushtëri ka. Mirë po është pak e besueshme që ata mund të kenë raketat me rreze të lartë veprime që mund të godasin Kosovën apo Shqipërinë, sepse këto është edhe Shqipëria, sepse Shqipëria ka disa vite të fundit ka qenë atak i sulmeve kibernetike të regjimit të Iranit, sepse Shqipëria ka strehu një pjesë të popullatës së një disa qindra të tillë që kanë ikur nga regjimi i tyre dhe si atak i tyre ka qenë Shqipëria me vite. Mirë po tash Shqipëria me ndihmën e Shtetit Bashkuar të Amerikës ka ngritur kapacitetet e saj për mbrojtje kibernetike dhe është mirë. E të rasti çfarë do të ndodhë në këtë kuptimin e luftës kibernetike nuk e di, po edhe Kosova është e brojtë në base e kemi posillin këtu edhe najna me posillin edhe Irani as iranianët as kërkush hiç mundet me prek një ushtar amerikan, sepse po që se preket një ushtar amerikan do të preket Kosova. Edhe këtë jam të upçërkës që kanë qenë në luftën e fundit e dim se çfarë ka bërë Amerika për neve. Na do të bëhemi gardë që ta mbrojmë bazillin edhe ambasadën amerikane.